i kem koordinu disa punë për atyet, dhe me urdhën tina në momentin e funit, mas ati dënimi që për me që më dënu, mu ka doshtë më nërguhe dhe jam shku në Gjermani njeri i parë kontaktus ka qenë Sali Qeku. Po dhe tje, po Salin, me Salin kem pas një gjutë për bashkë, t'je morë vesh që ka më bo, dhe këtë tjetërin segment, se atër u dashke pak me më sheftë edhe me i full të sene, se u zgjeneshë, nuk bëjshin dhe punë të mdoja, dhe kem kontaktu edhe pej herën e mramë, që ju më nisë për marë Kosovë, është Rifat Jashari, që dë njerës i kom pas në Gjermani vendas të mitë, që kom kontaktu çdo herë me ta, një Sali Kaçki një kushëri jemi, një djallë shumë i mirë, shumë i fuqishëm, shumë i fort, dhe Rifat Jasharin, i kom pas si ku në lozën në ato momente që isha atje vete, më mërgjitësha vete pa familje, pa thmi, i kom pas ta njerës që kom kontaktu, edhe Sali Qekun. Edhe ju më njoftë me shumë veprimtarë tjerë që kanë punu shumë për Kosovën, pej atje të Amerikës, e derin këtë Evropën, me gjitha ta veprimtarë të se kohë. Po tu ta para, ku se mund dërprej shkurtimisht që të më thonë, pse Ibrahim Rëgova e bën pyetje shpesh nuk i ka vizitu varresat e Jasharëve pas luftës? E tash këtë pyetje shumë herë unë besoj është përsërit. Unë besoj që e ke takuar në herë, besoj. E kum takuar në Rifat Jasharë. Pastaj Rifat e përshëndesmi do atë vit, sigurisht. Unë jashtë asaj që atë ka thori Foti nuk kam çka më thonë. Mu ka thonë domethënë që unë domethënë gjatë kohës sa e kum taku ato kena bisedu dikon 3-4 orë tek Bonja në Naile. Edhe i këmë thonë që si çdo shqiptarë mu më prekupojnë dy pyetje më të bon. E para, a është arrestu nga Sali Berisha dhe Mjashare, më ka thonë jo. Edhe e dyta, Ibrahim Rëgova, pse nuk e ka vizitu varrezat e Jasharë, më ka thonë nuk është për fajt tynve, po është për tatynve. E tash, tatynve, qato fjallë që të ka thonë Rifat Jasharë, po të të mundë. A Ibrahim Rëgova ku i ka që më orë gjithë. Atynve të mënë partive tjera, ka pasur. Jeta e përkon, qato që të ka thonë, po thëmë. Fajtur për gjitha ato, janë ata tjerë që kanë përgjësin, e që tash po thujnë që ja, këna do shumë Ibrahim Rëgovës. A këni sa, që po bojnë tash pas Ibrahim Rëgovës? Ku dhe t'janë? Si a i s'ka pas? Ata e në për, është të vërtet, po nuk po du me hinë detale, tash ma në detale, po du me hinë, se unë e kam mërzi njeri kur të shratë me i ratë. Bravo. E kam mërzi, edhe pra ta nuk po du me hinë. Kur jemi këtu tek, se po besoj ki fjallën të ish presidenti Hashim Thaçi, shpeshera e ju ka kërku foli për komunikatave. Jo, shi që unë tash po, unë këtë temë nuk do shta se me edhe kesh me tash kurarat. Unë kam shkuar në 98 në momenti që ju shku komunikata, unë kam shkuar në familje babës ti, edhe vllavë ti, baba Haxhi, edhe Gania, e kom gjoftë mi, më kanë gjoftë mi, se më qenë veprimtar, më kanë një klasë, më koma Gani në vllavën e tina, ka ngell, ka 2 herë një klasë, po në vitin e 4 ju më koma ta. Dhe më kanë njofte, i kom thonë, i kini mu i ditë afat, me më tregue, ku ke morat informatë që ka një gjetë si Gabriel Fanzive sëmë. Dhe, jo një muj, po 20 vjetë u këtë karu. Edhe një dhe më të tash. Ne në 2018 e kem bo një shkretë zyrtare, kër u informum, se Hashim Thaçi e ka shkrua komunikatën 59, për disa individual zyrtare, tash është në për dokumente. Edhe kem bo publike, i kem kërku shtopet, i kem kërku e njëzve. Se nuk do të nalëm deri sot të dim kua. Nëse dëni, ju lutem, dilni kërkani folje mos të qojmë ani. Për ndryshe, çdo gjykat që të bëhet jashtë e mrena, keme që dej të dim sakt kush është ajo. Prandaj qëndrojmë pas asaj. Që do të thonë Ganigeci ka qenë dëshmitar në gjykatën e Aulës? Ganigeci ka qenë, është do të jetë dëshmitar nëse është, po s'so Gani janë Fadili. Edhe deri në skaj të di për komunikatën 59 të një me vesh të minj. Kush e ka shkru komunikatën, cilë shqiptari ka shkru komunikatën për vllazën Geci, çfarë shqiptari është ai vërtet, çfarë marrje është ai. Ajo nuk është shqiptar, po morë me apo atë nuk është shqiptariç. Çaj që ka shku komunikatën. Ka vërtet, se Ganigeci nuk i ka prit forca serbe. Jo, nuk i ka prit, po Ganigeci është një prej luftarëve të parë. Me vllazën Geci komplet, me Haxhinë, me Fadilin, me Alinë, me komplet, një ndër djemë të parë që çka ka proces në Drenit. Jo veç tash më rovën, po edhe 45-ën babë babgjysh. E vërtet. Kemi familje Bayraktar. Prandaj gabimin më të madh e kanë bën ata edhe unë i kum gjofton. Edhe këtë ta burgosën, e këtë ta njerëz, unë i kum gjofton, ku punu me ton. Edhe du më të thonë diçka, mu më ka thonë Rambuja, më i këmë thonë Rambuja, i këmë thonë Rambuja, ti je moshku dhe ligë, je kom aty e nuk ke folë bi u kaldu kush jem, se na kënë gjoftë mirë. Thot, këmë folë edhe këmë pas pasuja. E bojshin me shnet, nuk më kanë ngu. Kanë gabu, su më kanë nguaj, më ka thonë diçka tjetër, por tash të zbim e bashkë. A, bon me përmen shatë ka thonë a ju? Po më ka thonë që këmë homër plomë, tha për ty.
për më bëvojt. Pse po flet për ta? Ai e din, unë ato nuk e di, e ko pasu ai. S'pojnë më në tonë, po. Më rëndësi është unë e kumë qitë targatin, edhe nuk kumë kargu. Edhe bojshin me shnet se mirë je kjo, jo,